podcast të mundësuar nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Përshëndetje, kam nderin dhe privilegjin të kem një nga doktorët më të mirë për sa i përket dhe eksperiencë personale të familjes time në Republikën e Shqipërisë, doktor Artan Banon, i cili është shefi i klinikës Spar Ortopedike të Spitalit Universitar të Traumës. Doktor, të falenderoj shumë për faktin që pranuat që të vini dhe të ndani eksperiencën tuaj për sa i përket ndihmës që neve të gjithë si mjek japim karshi pacientëve tanë për të dhënë një rezultat maksimal të ata dhe sigurisht për të ndihmuar të arrojnë sa më shumë atë gjë që i sillte neve, që është dhimbja. Dhe kush më mirë se ju mund të flasi për një dhimbje, domethënë për një dhimbje sepse merren nga këmbët e koka. Për atë, jo vetëm që jeni shefi një nga klinikave universitare dhe spitale më të mirë në Republikën e Shqipërisë, por sigurisht jeni dhe një mjek i cili vjen me një përvojë shumë të madhe specializimesh në Greqi që keni mbaruar domethënë dhe njëkohësisht keni dhe një eksperiencë shumë të madhe në qendra të mëdha të Anglisë, si në Nottingham, ku prap kam dhe aty bë eksperiencë që është nga spitalet më të mira domethënë ortopedie. Faleminderit për faktin që erdhët në këtë podcast për pacientët tanë. Faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi që diskutojmë për probleme mjekësore, ne diskutojmë në rrethe shoqërore, familjare, gjithmonë edhe tek e fundit kjo është jeta e çdo mjeku që Sigurisht ka atë përgatitjen e tij shumë vjeçare për të arritur në një moment që është i aftë që të ndihmoj njerëzit në mënyrë më të mirë të mundshme. Sigurisht që është edhe mbetet e vështirë që të marrësh këto mendimet e duhura, sepse siç e dim kryesisht mjekët, shpesh na ndodh që të trajtojmë njerëz që kanë probleme të cilat figurojnë në një radiografi, në një ekzaminim në rezonancë magnetike, por që nuk shkojnë paralel me shkallën e vuajtjes, me shkallën e rëndesës së cilës të problemit. Dhe mbetet si shprehje që nuk trajtojmë asnjëherë një radiografi apo një rezonancë magnetike. Duhet të trajtojmë pacientin. Pacienti është shumë kompleks. Është dhimbja, vetë dhimbja është shumë komplekse. Mund të jetë një shqetësim i cili nëse nuk gjejmë dot burimin, do vazhdoj të krijoj problemin. Do është në disa herë bjem ndesh në mendimet edhe me kolegë të tjerë për sa i përket mënyrës së drejtë së trajtimit të një pacienti apo të diagnozës, por e gjitha është në gjykimin tim është metodik. Nëse arrim e aplikojmë atë për pacientët, sigurisht do kemi mundësi të gjejmë më të mirën. E kuptoj. Atëre, gjë që thatë shumë të rëndësishme është fakti metodikës, fakti eksperiencës, edhe sigurisht mjeku ka përvojën e vetë dhe eksperiencën e vetë, por sigurisht dhe kulturën, formimin, domethënë që teknika të veçanta mund të themi që ju aplikoni në Shqipëri, po sigurisht jeni rritur në vende apo në spitale të cilat mbase kanë një thjeshtësi pak më të lehtë të kenë patur atëre domethënë materiale që mund t'ju kenë ndihmuar të formimin tuaj. Një nga gjërat që po diskutonim, sigurisht ortopedi merret me shumë tematika, na këmbët e koka, ju merren me shpatullën, me supin, me kolonën, me këmbën, me problematikat e gjurit. Duke lidhur pak me kirurgjin plastike, ne kemi në disa element gjëra të përbashkëta që në ajo që po diskutonim janë këto terapitë e reja mund të themi për sa i përket pacientëve ose teknika të reja që po diskutonim paraprakisht domethënë që mund të aplikojnë në ambiente domethënë spitalore për sa i përket rigjenerimit apo përmirësimit. Mund na thonë disa fjalë kush mund të jenë këto domethënë teknikat e reja që neve sigurisht mund të shërbejnë të gjithë pacientët tanë dhe të ndihmojnë pacientin pikërisht për dhimbjen, sepse pacienti shpeshherë vjen për arsye të dhimbjes dhe ndonjëherë
anashkalon gjërat e tjera, do me thënë që duhet vejtë ortopedi mbas edhe çik më përpara, edhe në bashkëpunim ortopedi me fizioterapistin, të arrin të ndihmojnë përdimje, po sigurisht të zgjidhin problemin. Po, aplikimi i terapive, përfshirë ato kirurgjikale dhe jo kirurgjikale, sigurisht kërkon një diagnozë sa më të saktë. Është asaj që thash pak më parë, që një radiografi apo një ekzaminim nuk na e plotëson atë puzzle-in dhe rolin më të rëndësishëm e ka atë që ka thënë Hipokrati para mijëra vjetësh, që duhet ta ekzaminojmë të pacientin. Dhe është karakteristike për shembull për problemet e supit. Min shpesh pacientë të cilët kanë bërë një rezonancë magnetike. Rezonanca mund të ketë dëmtime të cilat interpretohen shumë mirë nga radiologu, mund të ketë 3-4 dëmtime, po cili është burimi i dhimbjes? Që vjen nëpërmjet testeve klinike, nëpërmjet provave të caktuara që bëhen. Në eksperiencën time në Reading, ka qenë qendër e problemet e supit në Angli, tani është institut. Baza e një vizite të thjeshtë ishte ekzaminim klinik dhe një ekografi që bëhesh pa aty. Ata i quhenin one stop clinic, sepse bëhesh diagnoza e menjëhershme dhe nëse do kishte me pacientin për një injeksion, bëhesh po atë moment ose programoje për kirurgji. Kishim të avancuar në tema në ndihmën e pacientit. Po këtu në Shqipëri besoj këtu ju si shefi klinikës sigurisht me këtë eksperiencë keni kërkoni të aplikojmë me gjitha mundësitë të themi maksimumin për pacientin tanë. Vazhdojmë patjetër me gjithë kolegët që bashkëpunojmë që të arrijmë të bëjmë një diagnozë më të shpejtë dhe me më pak kosto. Edhe kjo është e rëndësishme domethënë sepse kosto ka të bëjë dhe në shtetet e tjera për shembull të bësh rezonancë magnetike, jo vetëm që do prezësh mbi 6 muaj kur nuk është urgjente, se kur është urgjente bëhet menjëherë. Por duhet ta justifikoj pacienti për simptomat e tij, shqetësimet dhe që të fuzim me thënë tonë një procedurë, domethënë që të ketë kostot e duhura. Kjo është e veçantë që nëse arrim ta diagnostikojmë pacientin, shpesh pacienti e vendos vetë diagnozën. Pra nëse ne shikojmë edhe e vlerësojmë, arrim të gjykojmë çfarë ai ka. Dhe për shembull nëse do flisim për supin, nëse do thotë për shembull një dhimbje është në pjesën e jashtme të parakraut. Ajo dhimbje është karakteristike për dëmtime të manshetës rotatore, specifikisht të supraspinatit. Nëse thotë pacienti për shembull që unë kam dhimbje në fund kur e ngrit dorën lart ose kur e sjell përpara, është karakteristike për akromoklavikularin. Pra ka shumë struktura supish kompleks. Nëse e dëgjojmë dhe e shikojmë, pacientin e vizitojmë në klinikë mund të shpëtojmë atij një ekzaminim. Për jo dhe kuptohet edhe sistemi. Edhe sistemi sigurisht po. Bëhet më shpejt diagnoza dhe aq më tepër që i fillojmë pastaj në trajtimin e menjëhershëm. Pra mund të trajtohet në ambient të themi ambulatoriale, po edhe jo drejt për drejt vetë apo të kalojë në një kirurgji që mund të rëndojë shëndetin. Puna ime është që të përcaktoj cili pacient do ketë benefit nga kirurgjia dhe cili nuk do ketë. Pra, është e humbi kohë nëse do vazhdojmë me kokëforcinë në thonjzat të mësojmë një trajtim të caktuar, për shembull, po themi një kombinim terapish jo kirurgjikale, po që dim që nëse dëmtimi është i tillë që ka nevojë për kirurgji, atëherë që në momentin e parë është më mirë të thua shiko, kjo që do ka shanse më të mira të trajtohet në këtë mënyrë sesa të presim. Dhe për trajtimet, për ta lidhur pak me këto rejat, trajtimet jo kirurgjikale në problemet e supit e tindeve të buta, duket që të paktën 10 vitet e fundit, tani edhe në Shqipëri sigurisht nuk janë më të reja, po futen koncepti i rigjenerimit. Pra, vetë organizmi ka si rigjeneruese të shërojë për shumë tim. Ne të parandalojmë basat e para. Dhe ne me metoda siç është për shumë plazma e koncentruar, e quajtur ajo PRP që përdoren në kirurgji plastike për kirurgjinë plastike, po? Në të shumë medikos. Por e injektuar në mënyrë korrekte, sepse duhet bërë në Po dhe kjo. Pra duhet të bëhet me thënë në ekografi, pra do të jetë me thënë tonë ortopedi dhe i stërvitur që të kuptojë me thënë strukturën dhe
zona atomike ku duhet të injektohet. Duhet ta njohë. E kuptova. Të paktën bazike që të sigurohet që injektimi që ai do bëj do të jetë në strukturën e duhur, dhe jo sepse rrit efektiviteti. Pra ka një mënyrë caktuar, për shembull, nëse do injektojmë KRP në një tendin supraspinati, duhet që atë digjem supraspinatin ta çpojmë disa herë, ka një teknikë të caktuar që injektohen, që e acaron si thua, se për ata që nuk e njohin plazmën, është vetë gjaku i pacientit, janë trombocitet e pacientit, të cilat kanë aftësi rigjeneruese, aktivizojnë faktorë rigjenerues, growth factors, dhe me rjedhoj krijojnë një neoangiogenezë, pra rrisin qarkullimin lokal të gjakut, bën një inflamacion lokal, është totalisht e kundërta e antiinflamatorëve. Antiinflamatorët siç janë ibuprofeni, voltareni e tjerë me radhë, funksionojnë ulin dhimbjen me mekanizëm tjetër. Kurse plazma ka aftësi rrëbetshëruese. Plazma, por ka disa kushte. Plazma duhet të jetë e koncentruar dhe duhet të jetë 1 bilion trombocite. Nëse bën një plazmë, nëse këtë koncentrim e injektojmë për shembull në fytyrë, fytyra e pacientit do hënjte sepse bën inflamacion shumë të fortë. Këtë the një gjë kaq të bukur, domethënë për sa i përket dhe kirurgjisë plastike, sepse shpeshherë vinë pacientë neve dhe normalisht kërkojnë plazmë. Plazma është spektakolare, në bashkëpunim dhe me juve, me ortopedët, po dhe me kirurgu plastik, arrim të mbyllim ose të krijojmë atë xhelin e piastrinave që ndihmon për mbyllim, po në disa raste, domethënë këto kur përdoret në mënyrë jo specifike, mund të japi efektin e kundërt, si mund të jetë një lëkurë, domethënë jo fikse efektin e kundërt, mund të themi, po jo atë efektin e deziduar që neve dëshironim të themi. Pra atë thënë një gjë shumë të bukur, pra mënyra e dur në patologjinë e dur ndihmon në mënyrë shumë spektakolare, shumë e rëndësishme. Kam operuar pacientë të cilët plazma vetë është injektuar në zonën muskulotendinoze. Pra e sigurt që është injektuar pa ekografi, edhe kjo më shkakton një inflamacion pak më të madh, merr më shumë kohë pacientit të shuksenon shumë, pra ka disa shumë e rëndësishme, me thënë këtë po e them dhe si një parentezë të lidh me kirurgjinë plastike, pikërisht për zonën e fytyrës, që normalisht injektohet shpeshherë në mënyrë në Itali, këshillohet që duhet të bëhet me thënë vetëm nga mjek të themi të specializimit ortopedisë dhe kirurgjisë plastike, dhe sigurisht mos t'i nënvlerësoj sepse këto efektet janë shumë të mira, por në pacientin e dur. Rezultimet janë Edhe pikërisht. Edhe janë 7 herë më të larta. Imagjino me thënë 7 herë arrit me centrifuga specifike, janë specifike. Arinë dhe ka dhe një mënyrë që mund ta masësh këtë koncentrimin e trombociteve, po do të jetë mbi 1 bilion. Pra kjo është një detaj shumë i rëndësishëm, me thënë që dëshiroja të japim informacion e dur, pikërisht domethënë për pacientët, për parandalimin, po sigurisht për terapinë e dur dhe për duart e ekspertë. Me thënë e them prapë sepse profesor, terapitë të tjera të cilat mund të themi që futen ato pjesën e rigjeneruesave ose të cilat kanë të rrequr interesin tuaj në eksperjenca juaj, domethënë në Angli apo në vende të tjera të botës, dhe kërkoni t'i aplikoni dhe në Shqipëri sigurisht për të mirën e pacientëve. Ne tani jetojmë, gjërat janë më të thjeshta se në kohën kur unë paktën mbarova fakultetin, që nuk ishte as internet atëherë. Pra informacioni vinte me shumë vonesë tek mjeku i ri. Tani gjërat janë më të thjeshta, mjafton që të kërkosh gjën e dur dhe atë gjën në mënyrë specifike. Sepse ndryshe pa atë mënyrën e dur, është sikur të kesh po themi një super jahtë që është Google në mes të një oqeani, por nuk e busull. Nuk di ku të shkosh me thënë, dhe nuk edhe kapiteni, se duhet dhe kapiteni i cili duhet japi varkës. Është kapiteni i super, por nëse s'ke busullën e humbet. Edhe mënyra e kërkimit do të kërkosh atë gjën e dur, dhe në lidhje me të rrjedh, për shembull një që ka në Amerika shumë vite më parë, është qelizat staminale, të cilat i njohim të gjithë këto, mënyra se si ato ekstrakohen nga gjaku, tashmë nuk bëhet nga gjaku periferik, sepse nuk arrihet dot që të mbash, por merret gjak nga palca e kockës.
Edhe kjo prapë do të duhet ekspertët themi që të arrim të nuk është një teknike e vështirë, duhet në kushte e kuptohet serialiteti. serieteti, kushte sale. Vështirësia është që pacientët e kanë çik frikë. Se kur i thua për në shpjegon e thua që shko se do të marrim gjakun, ta marrim nga kocka, fjala kjo dëgjohet pak në Amerikë, për shumë, unë se kam shok aty që i diskutojmë këto detaje. I bën pak sens të themi. Vështirë. E kanë pak vështirë. Por ajo që duket që mbështesin shumë fort të studime të viteve të fundit, studime serioze, tregon që qeleza staminale të siguruara nga gjaku i palsës së kockave arrin që të shëroj dëmtime ligamentoze, dëmtime tendinoze serioze, po ashtu mund të përdoret në këmbën diabetike, të mbylli plagët. Shumë e rëndësishme edhe kjo. Nuar kjo me vacuum therapy është një terapë që arrin edhe pastrimin stavin që ato kanë infeksione. Është një terapi që përdoret në artroza. Kjo është një temë tjetër që ka shumë njerëz në Shqipëri që vuajnë artroza dhe i bie që mundemi ta Dhe një nga shkrimet një mjeku amerikan ishte që rezonancat magnetike të bëra para dhe mbas terapisë me bimako vure një trashje lekte e kërcit, që përkthehet në fjalë të tjera ulje të dhimbjes në ato dhe rigjenerim në vetvete. Pra ishte një formë rigjenerimi. Dhe kjo duket që po funksionon, pra pacientët pse e theksojmë të gjë se jo të gjithë kanë nevojë për ndryrje kirurgjikale. Ndryrja kirurgjikale është një event sigurisht që Stresuese për trupin e është një zgjidhje patjetër. Një miliona njerëz që operohen apo presin të operohen. Është një zgjidhje shumë e mirë endoprotezime, por ka pacientë që janë në një moshë që nuk mbasen, që janë për shembull 40, 50 apo 60 vjeç, të cilët mjeku do preferonte që të ezauronte të gjitha metodat jo kirurgjikale dhe duke ditur që gjatësia e këtyre endoprotezimeve në teknikat implantet apo duart më të mira kirurgjikale në shkojnë 20 apo 30 vjet. Kështu imagjinoni për shembull një 35 vjeçar që do t'i duhet të bëjë një endoprotezim, një revizionim, një për herë të dytë në moshën 50 apo 60 vjeç. Kosto e lartë është për atë vetëm për sistemin, por janë komplikacionet nga ndërhyrja, kështu që në përgjithësi gjithë mundohen ta bëjnë një herë në jetën e tyre. E kuptova. Sigurisht tani jemi në epokën që nëse dikur ishte jashtëzakonisht e vështirë të mendonte vetë mjeku që të reviziononte një protezë, tani ka ato lehtësirat, teknikat janë përmirësuar, shumë gjëra, implantet janë përmirësuar, bëhet shumë më thjeshtë se sa dikur. Po për punimin me dhjam, nuk e di nëse ju aplikoni, do me thënë, kur neve marrim pjesë të dhjamit, që dhe aty mund kemi stim qelë staminalit, themi, nëse mund të ndihmojmë pacientin për një formë rigjenerimi. Nuk e di nëse ka teknikë të tillë, do me thënë, të ortopedia apo aplikohet, apo themi në bashkëpunim me teknikat që sapo folëm. Kjo teknikë që quhet lipogems, është një teknikë, edhe kjo një ori ka ardhur nga Amerika. Mjekët atje aplikojnë në djenin time në spitale private dhe jo shtetërore, sepse ata nuk e di kanë sistemin e tonë. Pak rëndësi. Është një teknikë ku djami i pacientit, indidjamor, merret me thithje, siç bën ju për shkak atë në kirurgji plastike liposuccionin, po. Centrifugohet në pruveta që janë kastile, ka një protokoll të caktuar, dhe merren trombocite nga enët e gjakut të indidjamor. E kuptova. Shumë specifike. Shumë pak e këto. Problemi me këtë është që afatgjat nga që janë këto qelizat qelizat staminale, ne nuk dim akoma sjelljen e tyre afatgjat. Çfarë ndodhin mbas 10 apo 5. Nëse marrin diferenciacion, më thënë, nëse vjen në pjesën e rigjenerimit,
apo akoma me thënë mund nuk është e thënë. Shiko, këtë shikojmë edhe në kirurgji plastike. Shpeshherë domethënë pacientët nëse operojmë një pacient për shembull me dhiambje po flas, dhe për fat të keq heqet pjesa e gjiri, sepse për fat të keq 1 në 8 femra mund të pësoj një mastektomi, sigurisht nëse bëhen ekzaminimet e duhura, ne mund ta ulim këtë numër. Në vazhdim bëhen injeksione acidi dhiami në zonën ku është bërë mastektomia që është gjiri, dhe pacientët që mund të kenë pësuar një radiokemioterapi dhe një themi lëkurë e saj është bërë shumë e fortë, gradualisht në kirurgji plastike ne kemi parë që ka dhe një përmirësim të indit të budo, me thë, dhe sigurisht se ka ndihmuar këtë gjë te pacientja në zonat të tjera, sepse mund ta kemi përvojë dhe në zonat tjera të fytyrës apo të trupit, një pjesë e mirë e indit dhiamor nuk gjen ende gjakut e duhura dhe sigurisht këto që vjen apoptoz dhe thjesht në një listë thjesht me thënë ne bëm si procedurë, por nuk gjet në gjakut që të mbijetonte ai dhiami në një farë mënyrë. Edhe këtu kanë dalë teknika të reja si mund të lipokub, që janë kuba të vogla të cilat mund të japin përmirësime, po prapë dhe aty domethënë këto është pak empirike ose varet nga duart e ekspertët secilit të kolegëve. Sigurisht dhiami është një në kirurgji plastike një në ato premtimet e mëdha që në momenti që ne do kemi më shumë të dhëna me kalimin e viteve, besoj do jetë shumë spektakolar në arritjen e rezultateve. Profesor, unë do dëshiroja të falenderoja për doktor, profesor, njerëzit e mëdhenj. Unë kam eksperiencë me pacientë të cilët kanë kaluar prej jush dhe sigurisht kanë gjetur zgjidhje. Kjo është një eksperiencë personale që nuk e kemi diskutuar dhe do të dëshiroja të falenderoja për faktin që pranove këtë ftesë, sigurisht duke hequr kohë nga përvoja dhe nga puna jote, na dedikove atë kohën për të dhënë sa më informacion funksionale të gjithë pacientët, të cilët mund të kenë nevojë për njohuritë e tua dhe faktin që të eksperiencës tuaj. Për atë ju falenderoj për këtë të themi intervistë dhe sigurisht ju uroj të shikoni sa më pak pacient në ambientin tuaj të punës, sepse sigurisht këtë dhe gjë më e bukur do ishte që ne mos shikojmë fare pacient domethënë ton pranë derës tonë. Një falenderim sigurisht të veçantë edhe për Trimedin, i cili mundson këtë të themi podcast dhe na ndihmon që të thrasim sa më mjek, sa më të mirë. Faleminderit profesor. Faleminderit që më ftuat edhe është gjithmonë kënaqësi e gon të flasim për tema që lidhen me sigurisht jo vetëm. Faleminderit shumë. Faleminderit.